All right. Well, good evening, everyone. Mirëmbrëma të gjithëve. My name is Jay. It's a pleasure to be with you. Emri im është Gjej dhe është kënaqësi që të jem me ju. In all seriousness, it is truly an honor and a privilege to be with you. Por ama është me të vërtet një nder që të jem këtu së bashku me ju sot. This is my third time to be able to come to Albania. Kjo është hera ime e tretë që kam mundësinë që të vi në Shqipëri. And many years ago, my home church, Decatur Baptist Church, sent a missionary to Albania. Shumë vite më parë, kisha nga unë vi, kisha në Decatur, dërgoi një misionar në Shqipëri. His name is Jeff Bartell. I'm sure many of you know who Pastor Jeff is. Emri i tij është Jeff Bartell edhe ju besoj se e dini se kush është ai. And so when I received Christ, I got saved in 1997. Kështu që unë shpëtova në vitin 1997. And I believe that at that point, Jeff was already on the mission field in Albania. Dhe mendoj që në atë kohë Jeff ishte këtu në fushën e misionit në Shqipëri. And so he was someone that I was able to look up to as someone that was really a spiritual hero to me. Edhe kisha mundësinë që ta shikoja atë si një hero frymëror për mua. He served faithfully in his local church. Ai ishte duke shërbyer besnikërisht në kishën e tij lokale. He went on a short-term mission trip. Ai thjesht iku për një udhëtim misionar shumë të shkurtër. He saw a need and an opportunity. Ai pa një nevojë dhe një mundësi. And he decided to get involved. Dhe ai vendosi që të përfshihej. And he came to Albania. Ai erdhi në Shqipëri. And by God's grace, God has done some tremendous things. Dhe në hirin e Zotit, Zoti ka bërë gjëra të mëdha. And I'm thankful that from being a brand new Christian in 1997, I knew of the ministry in Albania. Dhe jam shumë i lumtur që në kohën që unë isha një i krishter i ri, në 97-ën unë dija në lidhje me shërbimin që po vazhdonte në Shqipëri. And to see what God has done over these last few years has been absolutely amazing. Dhe të shoh se çfarë Perëndia ka bërë gjatë këtyre viteve të fundit është e mrekullueshme. So we rejoice in America over the fruit that God has given this ministry. Ne kemi gëzim në Amerikë për shkak të fryteve që Zoti u ka dhënë këtij shërbimi. And we continue to pray for more fruit until we see Jesus Christ. Edhe ne vazhdojmë të lutemi për më shumë fryte derisa të takojmë Jezusin. And so it's a very special opportunity for me to be here. Kështu që është një nder shumë i madh për mua që të jem këtu sot. And for that I'm very, very grateful. Edhe për këtë gjë unë jam shumë falendërues. And I also want to thank Pastor Cezanne just for the opportunity to stand in the pulpit. Edhe dua të falenderoj pastor Sazanin për mundësinë që më të qëndroj këtu në podium. As a pastor myself, I understand that's a very big responsibility. Si një pastor vetë, e kuptoj që kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. And I'm very humble and thankful for the opportunity. Edhe jam shumë i lumtur dhe i përulur për këtë mundësi që më është dhënë. And so thank you. Kështu që faleminderit. So this is our missions conference and we're going to talk about rescuing those that are captive. Kjo është shërbesa jonë në lidhje me misionet dhe ne do të flasim në lidhje me shpëtimin e atyre që janë në pranga. And if you want to open your Bibles, we'll be in Genesis chapter 14. Dhe nëse do të hapni Biblat, ne do të jemi tek Zanafilla 14. And as you're turning there, let me just maybe remind you of a few principles from the New Testament. Dhe ndërkohë që ju po shkoni atje, më lejoni të rikujtoj disa gjëra nga Dhjata e Re. All throughout the New Testament, God actually likens the ministry and the mission to a war. Gjatë Dhjatës së Re, Perëndia e lidh shërbimin me një luftë. There's this interesting parallel between the mission that we are called to and warfare. Është një paralelizëm në lidhje me shërbimin që ne jemi thirrur dhe gjithashtu luftës që është duke u luftuar. For example, in 1 Timothy chapter 1, E para Timoteut 1 është një shembull. Paul, he admonishes his son in the faith to war a good warfare. Pali thret birit të tij Timotej që të luftoj luftën e mirë. It's not a physical war that he's talking about, Nuk është një luftë fizike që ai po flet, but it's a spiritual warfare. por është një luftë frymërore. 2 Corinthians chapter 10, the Apostle Paul tells the Corinthians that we have weapons for this warfare. E 2 Korintasve 10, Pali u thot Korintasve që ne kemi armë për këtë luftë që ne do të bëjmë. And these weapons, they are not carnal, they are not physical weapons. Dhe këto mjete nuk janë, le të themi, fizike ose mishtore, But they're actually spiritual, and through them we can be mighty in God. po këto janë armë frymërore dhe nëpërmjet këtyre ne mund të jemi të aftë për të luftuar për Zotin. We have to fight a spiritual battle with spiritual weapons. Ne duhet të luftojmë një luftë frymërore me armë frymërore. Even in 1 Corinthians chapter 9, Paul likens the ministry to a warfare. Edhe tek e para Korintasve 9, Pali e lidh me një luftë frymërore. He says, "Who goeth to warfare at any time at his own charge?" Pali thot kush shkon në luftë në shpenzimet e veta. Paul understood that the Lord has actually commanded us to go on this mission.
Dhe Pali e kuptoi që Zoti na ka thënë ne që të shkojmë në këtë mision. The idea here is that a soldier, he goes to fight where he's commanded to go. Dhe ideja është që një ushtar shkon aty ku është thirrur të luftojë. And as he goes and he engages in that battle, all of his needs are met. Dhe ndërkohë që ai shkon të luftojë këtë luftë, çdo nevojë që ai ka i jepet atij. And so tonight we're going to look at a story in the Old Testament. Kështu që sot ne do të shikojmë një histori në Dhjetën e Vjetër. And we're going to see a story about a war that's raging. Dhe do shikojmë në lidhje me një luftë që po vazhdon. And there are a lot of Gentile nations that are fighting against each other. Dhe ka shumë popull jo hebrejnë që janë duke luftuar me njëri tjetrin. And there's a man named Abram that gets caught up in the middle of this warfare. Edhe është një person i quajtur Abraham që thirret në mes të gjithë kësaj lufte. And he actually gets involved in the midst of this warfare to rescue people that are taken captive. Dhe ai përfshihet në këtë luftë që është duke vazhduar, por ama që të shpëtojë ata njerëz që janë zënë robër. And so let me remind you of a few things that are happening in Genesis chapter 14. Më lejoni t'ju kujtoj disa gjëra që janë duke ndodhur tek Zanafilla 14. We know that the Abrahamic covenant is already in effect. Ne dimë që beslidhja abrahamike ka ndodhur tashmë. God is working through Abraham to establish a physical seed and to inherit a physical land. Ne e dimë që Perëndia është duke punuar nëpërmjet Abrahamit që ai të mbjellë një farë fizike dhe të trashëgojë një tokë fizike. And what we find is it is a parallel or a picture of some of the spiritual things we'll talk about tonight. Dhe ne do të gjejmë disa gjëra që janë paralele me ato se çfarë do të shohim ne sot por nga ana frymërore. We know from the Word of God that the kingdom of heaven in the Old Testament was still in effect. Ne e dim nga Bibla që akoma Dhjata e Vjetër ishte efekt. But we also know that the kingdom of God went out when Adam and Eve sinned in the garden. Por ne gjithashtu e dim që mbretëria e Perëndis iku kur Adami dhe Eva mëkatuan në kopshtin. And yet God still chose to work through these physical people to establish a physical kingdom. Dhe Perëndia zgjodhi që të punojë me këta njerëz fizik për të ngritur një mbretëri fizike. And so this physical kingdom is experiencing physical warfare. Dhe kjo mbretëri fizike është duke përjetuar luftë fizike. As a matter of fact, when we get into Genesis chapter 14, there are a multitude of Gentile nations that are fighting each other. Madje kur ne shkojmë tek Zanafilla 14, ka një shumicë kombesh jo hebrej që janë duke luftuar me njëra tjetrën. In Genesis chapter 14, verses 1 and 2, the very first mention of the word war is found in the Bible. Tek Zanafilla 14, 1 dhe 2, përmendja e parë e fjalës luftë është gjendet në këto vargje. It's all these Gentile kings fighting with each other, and it says that these made war with each other. Janë gjitha popull jo hebrejnë që janë duke luftuar me njëri tjetrin dhe thuhet që këta bën luftë me njëri And tjetrin. what we're actually going to see is that there are 5 of these kings and their nations warring against 4 kings and 4 other nations. Dhe çfarë do të gjejmë është që janë 5 nga këta mbretër dhe mbretëri duke luftuar kundër 4 të tjerave. But we also see another interesting first mention in Genesis 14. Por gjithashtu shohim edhe një përmendje tjetër për herë të parë tek Zanafilla 14. It's the very first time God uses the word Hebrew in the Bible. Është hera e parë që Perëndia përdor fjalën hebre në Bibël. And in Genesis 14 and verse 13, Abram is called Abram the Hebrew. Dhe tek Zanafilla 14, vargu 13, Abrami është quajtur Abram hebreu. So there's Gentile nations warring, Ka kombe pagane që janë në luftë. and Abram the Hebrew actually gets engaged in this battle. Dhe Abram hebreu përfshihet në këtë luftë. And so to get a better understanding, I'm going to ask you to read verses 8 through 16. Dhe për të bërë një kuptim më të mirë, do të lexojmë vargun 8 deri në fund pasazhit. Dhe mbreti i Sodomës, mbreti i Gomorës, mbreti i Admahut, mbreti i Ceboimit dhe mbreti i Belaut, i njëjti që është në Coar, dolën dhe u bashkuan në betejë me ta në luginën e Sidimit, kundër Keloardemit, mbreti i Elamit, Tidalit, mbreti i kombeve, Amrafelit, mbreti i Shinarit dhe Arjokut, mbreti i Elacarit, 4 mbretër kundër 5. Dhe lugaja e Sidimit që plot me gropa bitumi, dhe mbretërit e Sodomës dhe Gomorës janë mbathën dhe ranë atje. Ata që mbetën u arratisën në mal. Dhe ata që i morën të gjithë të mirat e tyre rrëmbyen Lotin, birin e vllajt të Abramit, i cili banonte në Sodom, bashkë me të mirat e tij dhe u larguan. Dhe njëri që i kishte shpëtuar, erdhi dhe i tregoi Abram hebreut, sa i banonte në rafshën e Mamre Amronit, në vend vllaji e Loshit dhe vllaji Anerit.
Dhe këta ishin në aleancën me Abramin. Dhe kur Abrami dëgjoi se vllai i tij ishte marrë rob, ai armatosi shërbëtorët e tij të stërvitur, të lindur në shtëpinë e vet, 318 veta, dhe i ndoqi ata deri në Dan. Dhe natën ai u nda kundër tyre, ai dhe shërbëtorët e tij, dhe i goditi e i përndoqi ata deri në Hoba, që është në maj të Damaskut. Dhe ai i kreu të gjitha të mirat, dhe e solli përsëri edhe vllain e tij Lotin, dhe të mirat, si dhe gratë dhe popullin. It's a very interesting story to me. Është një histori me të vërtetë e veçantë për mua. With Gentile nations warring, and yet this man named Abram the Hebrew right in the center of the story. Kur gjithë këto kombe pagane janë duke luftuar edhe një person, Abram Hebreu, është në mes të kësaj. I don't know if you've been watching the news lately, Nuk e di nëse e keni parë lajmet së fundmi, but it is very interesting that at this time there are Gentile nations warring with each other. por shumë interesante që ka kombe pagane që janë në luftë me njëri tjetrin. And yet one of the key talking points is who is actually on Israel's side and who is against Israel. Edhe një ndër pikat më kryesore është kush është me Izraelin dhe kush është kundër Izraelit. And so what we see in present day in our physical world actually is a portrait or a picture of the spiritual reality of a battle that we're actually in. Atëherë çfarë shohim ne nga ana fizike është thjesht një pikturë e asaj çfarë është duke ndodhur e betejave nga ana frymërore. This battle among nations centers around actually Abram in the Hebrew, Abram the Hebrew. It centers around or it entails Abram and the Gjithë Hebrew. kjo luftë ama në qendër ka Abram Hebreun. Later in the story, we'll actually see that there were people that were confederate or with Abram and those that were against him. Madje pastaj do të shohim në histori që ka disa njerëz që kanë bërë beslidhje ose janë në të njëjtën kamp me Abram Hebreun dhe ata që janë kundër atij. And all of these physical things actually teach us very certainly real history. All of these things really happened historically. Dhe gjithë kjo gjë sigurisht na mëson që nga ana historike të gjithë këto ngjarje kanë ndodhur, And yet the Old Testament is full of pictures that we can see in a New Testament application. dhe gjithashtu Dhjata e Vjetër është plot me piktura që ne mund t'i aplikojmë në Dhjatën e Re. And so tonight we're going to begin a series where we look at the spiritual reality of war. Dhe sot do të fillojmë një seri ku do të shikojmë realitetin e vërtetë të luftës frymërore. And just like in this physical story, there were people that were taken captive and needed to be rescued. Edhe siç në këtë histori që kishte njerëz që u morën peng dhe kishin nevojë që të çliroheshin. And we're going to come really to an understanding that there are people that have been taken captive spiritually and need to be rescued. Dhe do të kuptojmë që ka njerëz që janë marrë peng frymërisht dhe kanë nevojë për shpëtim. And from this story, we're going to see the type of people that God uses to help rescue those that are captive. Dhe nëpërmjet kësaj historie gjithashtu do të shohim edhe llojin e njerëzve që Perëndia përdor për të shpëtuar këta njerëz që janë marrë peng. Because God has a heart to rescue those that are captive, Sepse Perëndia dëshiron që të shpëtojë ata but God is going to use a certain type of people to accomplish that. që janë në marrë peng, por Zoti do të përdor një lloj personi në mënyrë që të bëjë planin e tij. Actually, He's going to use servants that are capable to go to war. Ai do të përdor shërbëtorë që janë të aftë që të shkojnë në luftë. And so tonight we're going to just talk about the principle that there is a major problem happening. Sot do të shohim në lidhje me faktin që ka një problem të madh që ka ndodhur. And the problem is that there are captives Dhe problemi është që ka robër and they need to be rescued. dhe ata duhet shpëtohen. And so point number 1 tonight is very simply this. There are captives that have been taken hostage. Dhe pika e parë do të jetë shumë e thjeshtë sot që ka njerëz që janë robër dhe duhet që të çlirohen. And you see this king of Elam, he is kind of the lead king in this battle. Dhe mund të shikojmë që ky mbreti i Elomit është si drejtuesi i kësaj beteje. He is the leader of these 4 kings fighting against these other 5 kings. Dhe duket sikur ai është drejtuesi i këtyre 4 mbretërive që janë duke luftuar kundër këtyre 5. And he comes specifically against the kings of Sodom and Gomorrah. Ai vjen specifikisht kundër mbretërisë së Sodomës dhe Gomorrës. And the Bible says in verses 11 and 12 that he took all of their food. Dhe Bibla thot specifikisht që ai mori të gjithë ushqimin e He tyre. took Lot, Abram's brother. Ai mori gjithashtu dhe Lotin, vllain e Abrahamit. He took all of Lot's possessions Ai gjithashtu mori edhe gjithë çfarë ai zotëronte, and he departed. edhe ai shkoi. Later in the same chapter, Dhe më vonë në të njëjtin kapitull, when we get to the end of the story, we find that there are other people that have been taken captive. në fund kur shkojmë në fund të historisë, ne zbulojmë që ka edhe njerëz të tjerë që janë marrë robër. Not only was Lot taken captive, but a whole bunch of women were taken captive.
Jo vetëm që Loti ishte marrpeng, por gjithashtu edhe shumë gra ishin marrpeng. And not only that, but there was also all the people of Sodom that had been taken captive. Por gjithashtu edhe çdo njeri në Sodom ishte marrpeng. And by God's grace, God used Abram the Hebrew to recover those people. Nga hiri i Zotit, Perëndia përdori Abram Hebreun që t'i shpëtojë të gjithë këta. And I believe God has put a beautiful picture in this passage for us. Dhe besoj që Perëndia ka vendosur një pikturë të mrekullueshme për ne. Because in that captivity, there are three different types of people. Sepse në këtë robëri janë tre lloj njerëzish. And each of those people represent a type of lost person that we're called to go and rescue. Dhe çdo person nga këta përfaqëson një person që ne jemi thirrur që të ungjillizojmë në botën e pashpëtuar. And so let's look at those three people groups for just a moment. Le të shikojmë këto tre lloj grupesh për momentin. The first person that we see that's taken captive is a man named Lot. Personi i parë që është marrë rob është një person që quhet Lot. Lot was Abram's nephew. Loti ishte nipi i Abrahamit. But the more we read in the Bible about Lot, we see that he is a tremendous picture of both a lost man and a backslidden Christian. Por ndërkohë që ne lexojmë akoma më shumë në Bibël, ne shikojmë që Loti është një pikturë e një personi të humbur, por gjithashtu edhe një personi që ka rënë nga marrëdhënia me Perëndin. Lot is a man that's always given over to the desire of his flesh. Loti është një person që gjithmonë jepet sipas dëshirave të mishit. We know in Genesis chapter 13 that Lot made a choice. Ne e dim nga Zanafilla 13 që Loti bëri një zgjidhje. Lot made a choice based on what he could see with his eyes. Loti bëri një zgjidhje në bazë të asaj që ai mund të shihte me sytë e tij. His herdmen and Abram's herdmen were feuding or fighting. Kopeja e atij dhe shërbëtorët e Abrahamit dhe të atij po bënin luftë dhe And Abram just said, "Look, I don't want to fight. You pick which way you want to go, and I'll go the opposite way." edhe Abrahami ishte që, okay, unë nuk dua të luftoj, ti zgjidh një rrugë dhe unë do të shkoj në krahu i kundërt. And in Genesis 13, the Bible tells us that Lot lifted up his eyes and he looked on the plain of Jordan. Dhe tek Zanafilla 13 thuhet që Loti ngriti syt dhe vështroi rrafshin e Jordanit. It was beautiful. It was like the garden of God. Edhe ishte e bukur, ishte si kopshti i Perëndis. And the Bible says that Lot chose him all the plain of Jordan. Edhe Bibla thotë që Loti zgjodhi gjithë të pjesën e Jordanit. And that decision took him to the city of Sodom. Dhe ky vendim që ai bëri e çoi atë tek qyteti i Sodomës. And the Bible says that he pitched his tent toward Sodom. Edhe Bibla thotë që ai vendosi çadrat e tij drejt Sodomës. And if you know anything about the story of Lot, Dhe nëse dini diçka në lidhje me historinë e Lotit, every step and every decision led him further and further into Sodom. çdo hap dhe çdo vendim që ai bëri e drejtoi atë më shumë edhe më shumë drejt You Sodomës. see, Lot's choice was based on the lust of the eyes in his life. Vendimi i Lotit ishte në bazë të lakmisë së syrit. He's a man given over to the power of his flesh. Është një burr që u dha dëshirave të mishit. Everything that he does is based on just the physical senses that he possesses. Çdo gjë që ai bën bazohet vetëm në anën e tij fizike dhe atë çfarë sheh fizikisht. The Bible tells us in Genesis 13 and verse 13 that the men of Sodom were wicked. Tek Zanafilla 13 thuhet që njerëzit e Sodomës ishin jashtëzakonisht të ligj. They were exceedingly sinners before the Lord. Jashtëzakonisht të ligj dhe mëkatar përpara Zotit. And do you know where Lot ends up? Dhe e dini ku përfundon Loti? Right in the middle of them. Në mes të atyre. And listen, he needed to be delivered. Dhe dëgjoni, ai duhet që të shpëtohej. What's interesting is Lot is actually delivered a couple of times in Scripture. Dhe ajo çfarë është interesante është që Loti shpëtoi disa herë gjatë shkrimeve. The first time he gets delivered, he actually gets delivered by Abram. Herën e parë që ai shpëtohet nga Abrami. And that's a beautiful picture of our salvation. Dhe kjo është një pikturë shumë e bukur në lidhje me shpëtimin ton. Because Lot is taken captive in a war. Sepse Loti u rrëmbyen në një luftë. And he is experiencing the reality of his choices. Dhe ai po përjeton realitetin e zgjedhjeve të tij. His sinful choices led him to a place called Sodom. Zgjedhjet e tij mëkatare drejtuan atë në një vend të quajtur Sodom. And by being in Sodom, he was actually overtaken by this evil king. Dhe duke qenë se ai ishte në Sodom, ai u rrëmbye nga ky mbret I keq. If we're not careful, we will look at a man like Lot and say, "Oh, but he deserved to get what he got." Dhe nëse ne gabojmë mund të shikojmë tek Loti dhe të themi që ai mori thjesht atë çfarë ai meritonte. He kind of chose to go to Sodom.
Ai pak a shumë zgjodhi vetë që të shkonte në Sodom. He kind of deserves what he's getting, right? Ai meriton atë çfarë po merr. But the reality is we're all like Lot. Por e vërteta është që ne të gjithë jemi si Loti. We've made choices and we've sinned against God, Ne bëjmë zgjidhje dhe ne kemi mëkatuar përpara and our Perëndisë. sinful choices prove that we are sinners. Dhe zgjidhjet tona mëkatare janë provë që ne jemi mëkatar. And like Lot, we need to be delivered from our sin. Dhe si Loti ne duhet të shpengojmë nga mëkatet tona. But even as a Christian, we have to be careful because there are men like Lot in our city. Por edhe si të krishterë ne duhet kemi kujdes sepse janë njerëz si Loti në qytetin ton, And they're just lost. dhe ata janë thjesht të humbur. And it's a result of their own sinful choice. Por ama është rezultati i jetës së tyre mëkatare. The Bible teaches that we're all sinners. Por Bibla mëson që ne të gjithë jemi mëkatar. We've all fallen short of the glory of God. Dhe ne të gjithë nuk i bëjmë dot ballë lavdisë së We Perëndisë. prove the fact that we are sinners because we sin. Ne e provojmë faktin që ne jemi mëkatar sepse ne mëkatojmë. And so Lot is a picture of just a lost man given over to his flesh. Por Loti është thjesht një pikturë e një personi që është i humbur dhe që jeton në mish. And he needs to be delivered. Dhe ai duhet të shpëtohet. I was that man. Unë isha ai person. For 21 years, I was given over to my flesh and its desires. Për 21 vite unë i dhash pas mishit tim edhe dëshirave të mishit tim. The reality is I was a captive in this spiritual war, E vërteta është që unë isha një peng në një luftë frymërore, and I didn't even realize it. edhe unë nuk e kisha kuptuar atë. I was captive. Unë isha në pranga. And thank God that God sent a man to share the gospel with me. Dhe faleminderit Zotit që ai dërgoi një person që ndau Ungjillin me mua. It was actually a man that I had met in high school and then knew through college. Ishte një person që unë e takova gjatë shkollës së mesme, por gjithashtu e takova edhe në universitet. And he was living as a backslidden Christian for many years. Edhe ai po jetonte si një krishter që jetonte në mish për shumë kohë. And yet he got his heart right with the Lord. Por ama ai vendosi zemrën e tij në rregull me Perëndin. And he began to have a heart for my salvation. Dhe ai kishte në zemër shpëtimin tim. And he loved me enough to come to me and share the gospel with me. Dhe më deshi aq shumë se erdhi tek unë dhe ndau Ungjillin me mua. And he took the word of God and showed me what Christ did for me through his cross. Edhe ai mori fjalën e Perëndisë dhe më tregoi se çfarë Krishti bëri për mua në kryq. And I was so thankful that someone shared that message with me. Dhe isha shumë falendërues që dikush ndau atë mesazh me mua, Because like Lot, I was just given over to my flesh and sinful choices. sepse si Loti unë isha dhënë pas mishit edhe dëshirave të mishit. And I knew things were broken in my life, Edhe dija që gjërat ishin të thyera në jetën time, but I didn't know how to recover. dhe nuk e dija se si mund t'i rregulloja. And maybe you're here tonight Dhe mbase jeni këtu sot, and you can identify with Lot. edhe mund të jeni njësoj si Loti. Maybe, just maybe, you are in need of rescue. Mbase ju keni nevojë për shpëtim. God wants to save you from your sin. Zoti do t'ju shpëtojë ju nga mëkati. And he absolutely can do that through the person of Jesus Christ. Dhe ai mund ta bëjë këtë gjë nëpërmjet Jezus Krishtit. So Lot is a picture of a lost man, Kështu që Loti është një pikturë e një njeriu të humbur, but later he actually gets delivered again. por më vonë ai shpëtohet përsëri. He actually, when he's delivered by Abram the first time, he actually goes right back to the city of Sodom. Kur shpëtua herën e parë nga Abrami, ai shkon përsëri në Sodom. And listen, man, he actually became well known in that city. Madje ai u bë shumë i njohur në atë qytet. All those evil, wicked men knew who he was. Të gjithë ata njerëz të këqij e dinë se kush ai ishte. He was even at the gate of that city, Ai ishte qëndronte madje te porta e atij qyteti, even after his deliverance. edhe pas shpengimit të tij. So Lot is also a picture of a Christian that's been delivered the first time, going back to his sin. Kështu që Loti është gjithashtu edhe pikturë e një të krishteri që është shpëtuar një herë, por ama shkon mbrapsht në mëkatin e tij. And in Genesis chapter 19, Dhe tek Zanafilla 19, we see that God delivers Lot again. shohim që Zoti e shpëton përsëri Lotin, But this time he does it through the hand of angels. por kësaj radhe e bërëm nëpërmjet duarve të And engjëjve. I think many of you know the story. Dhe besoj se shumë nga ju e dini historinë. God was going to send wrath and judgment on Sodom and Gomorrah. Zoti do të dërgonte gjykim në Sodom dhe Gomorë. And yet before he did that, Abraham pleaded for Lot, or for a righteous man in Sodom. Dhe përpara se Zoti ta bënte këtë, Abrahami kërkoi Perëndis në lidhje me shpëtimin e njerëzve që ishin të drejtë në atë And qytet. he's begging God, listen, if there are righteous men in that city, will you pause your judgment? Dhe ai po i lutet Perëndis, dëgjon, nëse ka njerëz të drejtë, a do i dërgosh ti gjykimin tënd në këtë How many of you qytet? remember that story? Ju besoj se e mbani mend këtë histori. And Abram starts with a high number,
Edhe Abrahami fillon me një numër shumë të lartë, and then starts going lower edhe fillon ta ul atë and numër, lower. edhe ta ul përsëri, Lord, what about maybe 20 people or 10 people? edhe Right? shkon deri te 20 njerëz ose 10 njerëz. And I think Abram knew that there weren't too many righteous men in that city, Edhe besoj se Abrahami e dinte që aty nuk kishte shumë njerëz të drejtë, but he knew his nephew was still there. por e dinte që nipi i tij ishte akoma aty. And so God in his mercy sends these angels to rescue Lot. Dhe Zoti në mëshirën e tij dërgon këta engjëj që të shpëtojnë Lotin. The Bible tells us that those angels laid hold upon his hand and on the hands of his wife, Dhe thuhet që këta engjëj kapën duart e tij dhe duart e gruas së tij, and they grabbed the hands of the daughters and they got them out of the city. dhe kapën edhe duart e vajzave të tij dhe e nxorrën jashtë qyteti. And after that, judgment came on that place. Dhe pas kësaj gjykimi erdhi në atë vend. And that's a beautiful picture of God delivering a Christian in the rapture before God's judgment on this earth. Edhe kjo është një pikturë shumë e bukur që Perëndia shpëton njerëzit që ecin në mirë, po përpara se ai të dërgojë zemërimin e You tij. see, the deliverance of Lot actually came before the destruction of Sodom and Gomorrah. Nëse shikoni, shpëtimi i Lotit erdhi më përpara shkatërrimit të Sodomës dhe Gomorrës. Even though he had already been delivered, Edhe pse ai ishte shpëtuar një herë, he went back to the place of his flesh. ai shkoi përsëri në atë vend ku ishte mishi i But tij. that doesn't mean he lost his salvation, Kjo nuk do të thotë që ai e humbi shpëtimin e just like tij. a Christian today doesn't lose his salvation. Si një krishter sot që nuk e humb shpëtimin e As a tij. matter of fact, in 2 Peter chapter 2, God tells us some things about Lot. Madje tek e dytë e Pjetrit 2, Perëndia na thot disa gjëra në lidhje me Lotin. It says that Lot, God delivered just Lot. Dhe Perëndia thot që e çliroi të drejtin Lot. It says that he was vexed with the filthy conversation of the wicked. Ishte i rrëptuar nga të jetuarit e të ndyrë dhe të ligjve. You see, it actually hurt him to stay there in that city. E dëmtonte atë që të qëndronte në atë qytet. There was a reality that he knew what he was doing and where he was not right. Kishte një realitet që ai e dinte se çfarë ai po bënte ishte gabuar dhe nuk ishte e rregullt. That verse 8 actually calls Lot a righteous man. Vargu 8 thot që Loti është një njeri i drejtë. And verse 8 also says that he had a righteous soul. Dhe gjithashtu vargu 8 thot që ai kishte një shpirt të drejtë. And that is our position in the Lord Jesus Christ. Gjithashtu ky është pozicioni që ne kemi përpara Jezus Krishtit. When we get saved, it's not our righteousness, but it's his righteousness imputed to us. Kur ne shpëtohemi nuk është drejtësia jon, por është drejtësia e tij në ne. And so God calls him just and God calls him righteous. Kështu që prandaj Perëndia e thret Lotin të drejtë. And yet he's living back in the world. Por ama ai po jeton përsëri në botë. And the reality is there are Christians like that. Edhe e vërteta është që ka të krishterë të tillë, Christians that have been delivered once të krishterë që janë shpenguar një herë from the payment or from the consequence of their sin. nga mëkati i tyre. And yet they've made the decision to go back to their sinful ways. Dhe prapse prapa ata bëjnë vendimin që të shkojnë përsëri në rrugët e tyre mëkatare. And listen, God wants them delivered again. Por ama Zoti i do ata që të shpëtojnë përsëri. And when we talk about missions, these are the people that we're going to try to reach. Dhe nëse ne po flasim për misionin, këta janë njerëzit që ne duhet të shkojmë që të arrijmë tek ata. There are lost people just like Lot that need the gospel. Ka njerëz të humbur si Loti që duhet të kenë ungjillin. We have lost people in Huntsville, you have lost people in Durrës. Ne kemi njerëz të pashpëtuar në qytetin ton, ju keni njerëz të pashpëtuar në Durrës. They all need the gospel. Të gjithë duan ungjillin. And there are going to be people that are saved but backslidden in their relationship with God. Do të ketë gjithashtu dhe njerëz që janë të shpëtuar, por kanë ikur mbrapsht në marrëdhënien e tyre me Perëndin. And it's not okay just to let them stay captive to their sin. Dhe nuk është mirë që thjesht i lëmë ata në prangat e mëkatit. We need to have a heart that God has toward them to see them recovered and rescued. Ne duhet të kemi një zemër që si Perëndia e ka që t'i shohim ata të rikuperuar dhe përsëri në marrëdhënie me të. And so this first man, Lot, he pictures a lost man but also a backslidden Christian. Kështu prandaj Loti është pikturë e të dyjave, një personi që është i pashpëtuar gjithashtu dhe një personi të krishterë që ecën në mish. But the Bible also says there were other people that were taken captive in that war. Gjithashtu Bibla thotë që ishin edhe njerëz të tjerë që ishin marrë peng në atë luftë. In that same passage, it tells us that there were a bunch of women that were taken captive. Gjithashtu thuhet në po atë pasazh ishin edhe disa gra që ishin marrë peng. And we know they were taken captive because they were actually rescued. Ne e dimë që ato ishin marrë peng sepse ato u shpëtuan. We get that in verse 16. E shohim atë te vargu 16. Both Lot and also the women.
Gjithashtu Lotin edhe këto gra u shpëtuan. And so if Lot is a picture of a lost man and a backslidden Christian, Nëse Loti është një pikturë e një personi të pashpëtuar dhe e një personi të krishterë por që ecën në mëkat. I believe that these women represent for us a picture of people taken captive by religion. Këto gra janë pikturë e njerëzve që janë marrë peng nëpërmjet fesë. As a matter of fact, there's a very powerful passage in 2 Timothy chapter 3. Ka një pasazh shumë të fuqishëm tek e 2 Timoteut 3. I'll let you read verses 1 to 7, please. Ta dish edhe këtë që në ditët e fundit do të vinë kohë të rrezikshme, sepse njerëzit kanë për të qenë dashës të vetvetes, lakmitar, burravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pashenjt, të pandjeshëm, paqeshkelës, akuzues të rrem, të papërmbajtur, të vrazhd, përçmues të atyre që janë të mirë, tradhtar, kokshkret, mendje mëdhenj, dashës të kënaqësive më tepër se sa dashës të Perëndisë, duke pasur formë pa perëndishmërie, por duke mohuar fuqinë në të. Prej të tillëve largohu, se kësaj janë ata që rrëshqasin tisnëzisht brenda shtëpisë dhe çojnë në robër gra budallaçka të ngarkuara me mëkate, që udhëhiqen tej nga ëndje të ndryshme, që janë gjithnjë duke mësuar dhe asnjëherë në gjendje të arrijnë njohjen e së vërtetës. So the Bible teaches us in 2 Timothy 3 that these are going to be signs of the last days. Biblia na mëson që këto do të jenë disa shenja të ditëve të fundit. There's going to be men that have a form of godliness, but they have no power. Do të kenë njerëz që kanë një formë të perëndishmërisë, por ata nuk do të kenë fuqi. And there's a lot of characteristics that we could talk about of these men, Mund të kemi shumë karakteristika që do flasim për këta but burra, I would especially have you pay attention to verse 6, por do t'ju kërkoja që të shikoni të vargun 6. because it says, of this sort are they that creep into houses. Thuhet të kësaj janë ata që rrëshqasin tinëzisht brenda shtëpisë. And they lead captive silly women laden with sins. Dhe thuhet që çojnë në robëri gra budallaçka të ngarkuar me mëkate. And they are led away with diverse lusts. Dhe thuhet që udhëhiqen tej nga ëndje të ndryshme. And so what God is showing us is in this Old Testament picture Dhe çfarë po na tregon Perëndia nga kjo pikturë në Dhjetën e Vjetër, is a very practical New Testament application. është një pikturë praktike shumë e thjeshtë në Dhjetën e Re. That the devil will use false teaching and false doctrine to put people in captivity. Që djalli do të përpiqet të përdor doktrinë të reme për të çuar njerëz në robëri. I mean, the Bible says that these men have a form of godliness. Bibla thotë që këta njerëz kanë një formë të perëndishmërisë. So they're religious. Ata janë fetar. They seem to be spiritual. Ata madje mund të duken që janë frymëror They ndonjëherë. creep into houses. Ata futen në për shtëpi. And we know from the New Testament that the church of God is the house of God. Dhe e dim nga Dhjata e Re që shtëpia e Perëndisë është kisha e Perëndisë. And the Bible says their motive is to actually take captive these silly women laden with sins. Dhe Bibla thotë që qëllimi i tyre është që të marrin këto gra budallaçka të ngarkuara me mëkate. If we were to go all the way back to Genesis chapter 3, we would see Eve being the first example of this. Nëse do shkojmë tek Zanafilla 3, ne do të shohim që Eva është shembulli i parë. You see, the temptation of Eve should serve as a sober reminder how the devil works. Duhet të shohim që Eva duhet jetë ai shembull që ne do të na bëj eso. He wants to deceive us by making us question God's word. Ai do të na mashtrojë duke bërë që ne të pyesim fjalën e Perëndisë. He wants to corrupt God's word and even change it. Ai do ta korruptojë fjalën e Perëndisë dhe madje ta ndryshojë atë. He has a form of godliness but no power. Ai ka një formë perëndishmërie, por nuk ka fuqi. And the impact on our lives is it actually leads us into captivity. Dhe impakti që ai ka në jetën tona na çon ne në robëri. I mean, that's how he shows up in Genesis chapter 3. Kështu duket ai tek Zanafilla 3. When he shows up, he comes to the woman Kur ai shfaqet, ai shkon tek gruaja and he begins asking her questions. dhe fillon ta pyes atë me pyetje. And those questions had everything to do with what God said. Dhe ato pyetje kishin të bënin vetëm me ato gjëra që Perëndia kishte thënë. And he began to corrupt and to change that. Dhe ai filloi që ta korruptojë dhe ta ndryshojë atë. And he cast doubt in her mind. Dhe solli dhe mbolli dhe dyshim në mendjen e And saj. ultimately, because of that, she disobeyed God. Dhe përfundimisht për shkak të asaj, ajo nuk ju bin Perëndisë. And not only that, but her sin influenced her husband. Dhe jo vetëm aq, por edhe mëkati i saj ishte ndikim për burrin e saj. She was deceived, but Adam was not deceived. Ajo u mashtrua, por Adami nuk u mashtrua. And because of her influence, he also ate of the fruit.
Dhe për shkak të influencës së saj, ai gjithashtu hëngri nga fruti. Sin entered into the picture for humanity, Mëkati hyri në për njerëzimin and it has passed upon all of us. dhe pastaj u trashëgua tek të gjithë ne. And so just like what we see in Eve's life, Dhe çfarë shohim ne tek jeta e Evës, and just like what we see in 1 Timothy, gjithashtu çfarë shohim ne tek e para 2 Timothy, e dytë e Timoteut, religion can be dangerous. feja mund të jetë shumë e rrezikshme. A form of godliness with no power puts people in captivity. Një formë perëndishmërie por pa fuqi bën njerëzit robër. As a matter of fact, one of the things the devil offered Eve was the opportunity to know good and evil. Dhe madje diçka që djalli ofroi Evës ishte që të njohë të mirën dhe të keqen. He was really interested in giving her head knowledge Ai ishte shumë i shqetësuar që të jepte asaj njohuri në kokë, instead of her being who God called her to be. në vend që ajo të ishte se çfarë ajo person që Zoti kishte thirrur që të ishte. And listen, that's what religion focuses on. Dhe kjo është çfarë feja fokusohet. They want you to know things as long as you're not called to be things. Ata duan që ti të bësh gjëra për sa kohë se ti nuk je i thirrur të bësh gjëra. I think the Bible talks about that in Acts chapter 17. Bibla flet në lidhje me këtë tek Veprat 17. There were some people in Athens, they were Athenians, and they liked to hear new things. Në Athinë, jeton në Athinasit dhe ata dëshironin të dëgjonin gjëra të reja. You see, these religious people, they're always interested in hearing something new. Këta njerëz fetar gjithmonë janë të interesuar të dëgjojnë diçka të veçantë ose të ndryshe. Not necessarily if it's true. Nuk ka në rëndësi nëse nuk është e vërtetë. And Paul rebuked those in Athens and he said, listen, you seem to know much, but you're actually ignorantly worshiping God. Pali qorton ata dhe i thot, ju duket sikur dini shumë, por ama nuk po jepni lavdi Perëndis. In our city, there are many different religions. Në qytetin ton ka shumë fe të ndryshme. We have many different churches, we have many different organizations, Kemi shumë kisha të ndryshme, organizata të ndryshme. and the reality is all of them are religious and they're all teaching and preaching something. Dhe e vërteta është që ata janë fetar dhe po predikojnë dhe po mësojnë diçka. People are getting led away with the promise of knowledge. They're ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Njerëzit po gënjehen duke marrë mashtrime të njohurisë, por ama nuk janë duke ardhur tek e vërteta. And can I just tell you, listen, religious people, they need to be delivered. Por ama njerëzit fetar duhet që të shpengohen, Because religion has actually held them captive. sepse feja po i mban ata në pranga. And you need to have the heart of God toward people that are caught up in false religions. Duhet të keni thirrje nga Perëndia që të shpengoni këta njerëz që janë në fe. You need to have the heart of God toward those people to recognize that they actually need to be delivered. Duhet keni zemrën e Perëndisë të kuptoni që ata duhet të shpengohen. And you need to be the person that God can use to actually help them recover. Dhe duhet jeni ai person që Perëndia do ta përdorë që të marrë një person dhe ta sjellë përsëri. And so we've seen lost people through Lot. Ne kemi parë njerëz të humbur We've nëpërmjet seen Lotit. backslidden people through Lot. Gjithashtu kemi parë edhe njerëz që nuk ecin në mish nëpërmjet Lotit. We've seen religious people through these women. Kemi parë njerëz fetar nëpërmjet këtyre And- grave. And listen, the third group of people that God delivers is just the people of Sodom itself. Dhe pjesa tjetër është që Perëndia gjithashtu shpëton edhe njerëzit e vet Sodomës. And these would have been the worst of the worst. Dhe këta ishin më të këqinjtë të këqinjve. As a matter of fact, the Bible would have said concerning them that they were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Dhe Bibla thotë që ata ishin të ligjë dhe mëkatar përpara Zotit. So these men, they're not taken captive because of religion. Ata nuk u morën peng, këta njerëz nuk u morën peng për shkak të fesë së tyre, They're taken captive because of their perversion. por ata u morën peng për shkak të çoroditjes së tyre. These would be the worst sinners among sinners. Ata janë mëkatarët më të keq ndër gjithë mëkatarët. They have given themselves over to things beyond even imagination. Ata e kanë dhënë veten e tyre në gjëra aq të këqija sa ne nuk mund t'i imagjinojmë. The Bible actually talks about these men in the New Testament in Jude. Perëndia flet në lidhje me këta njerëz në Vjetën e Re tek Juda. It says in Jude in verse 7 that these men of Sodom and Gomorrah, they gave themselves over to fornication. Dhe thuhet tek Juda 1:7 se këta njerëz të Sodomës dhe Gomorrës e dhanë veten e tyre kurvërisë And they went after strange flesh. dhe shkuan pas mishit të panjohur. And I don't think I have to explain that. Nuk besoj që kam nevojë ta shpjegoj këtë gjë, But their lifestyle was a life full of perversion.
por jeta e tyre ishte një jetë plot me çoroditje. This is a type of wickedness that many of us can't understand or identify with, Është një lloj ligësie që ne nuk mund ta kuptojmë, and yet God still has a heart for the wicked. por ama Perëndia akoma ka një zemër për personat e ligj. You see, God wants even the most extreme sinner to be saved from their sin. Perëndia do edhe personat më ekstrem të zhytur në mëkat që të shpëtohen. And listen, our sin before God is just as wicked as those men. Dhe mëkati ynë përpara Perëndisë është po aq i keq sa mëkati i tyre përpara I mean, Perëndisë. the Bible tells us in Colossians chapter 1 and verse 21, before we got saved, our lives were full and our mind was full of wicked works. Te Kolosianët 1:21 thuhet që ne përpara se të shpëtoheshim, ne ishim plot me mëkat dhe mendja jon ishte plot me ligësi. And yet through the work of Jesus Christ, we can be reconciled back to God. Dhe nëpërmjet punës së Jezus Krishtit ne mund të kemi pajtimin me Perëndin. In 1 Corinthians chapter 5, there was an issue that Paul had to deal with in that church. Tek e para Korintasve 5 kishte një problem që Pali duhet ta adresonte. The Bible says that there was open fornication going on in that church, Bibla thotë që kishte kurrëri hapur në atë kish. and no one was dealing with it. Dhe asnjëri nuk po merrej me atë. And so Paul, as the apostle from the outside, has to write back in this letter to this church. Kështu që Pali si apostull nga jashtë duhet i shkruante i kësaj kishe. And here's what he says of that man who was a believer in Christ that was committing that sin. Dhe kjo është ajo çfarë thot në lidhje me këtë vëlla që ishte në Krishtin dhe po bënte këtë mëkat. He says, put away from among yourselves that wicked person. Thuhet, prandaj hiqeni larg nga mesi juaj atë person të lig. So even in churches, there can be wickedness. Edhe në kisha mund të ketë ligësi. Sometimes we think the wickedness is just out there in the world. Ne mendojmë që ndonjëherë ligësia është thjesht në botë, But the reality is sometimes it happens even in churches. por e vërteta është që mund të ndodhe edhe në kish. And what you have to understand is that is being in captivity. Dhe çfarë duhet kuptojmë është që kjo është të qenit rob, It's being captive to perversion. është të qenit rob të çoroditjes. And God has a heart to deliver those that are captive. Dhe Zoti ka një zemër që t'i çlirojë ata që janë në pranga. And all of these captives were taken captive by the king of Elam. Dhe të gjithë këta që ishin robër ishin marrë rob për shkak të mbretit të Elamit. And he is a tremendous picture in the Old Testament of who the devil is. Edhe ai është një pikturë në Dhjatën e Vjetër e se çfarë djalli është. Because just like that king, we have an adversary that seeks to put us in captivity. Sepse si ky mbret ne kemi një kundërshtar që dëshiron që të na rrëmbej. As a matter of fact, in 1 Peter 5 and verse 8, it says of the devil that he seeks whom he may devour. Tek e para Pjetrit 5 thuhet djalli që ecën për qark dhe kërkon këtë bllabëroj. He tells us that he is our adversary. Thuhet që ai është kundërshtari ynë. We saw in 2 Timothy chapter 2 that he takes these women captive. Shikojmë tek e 2 Timoteu 2 që ai merr këto gra. That's a different verse. I'm sorry about that. Can you read 2 Timothy 2:25 to 26? Duke i udhëzuar me zemër butësi ata që i kundërshtojnë, se mbase Perëndia do t'u jap atyre pendim për të arritur në njohjen e së vërtetës, dhe ata të çlirohen prej lakut të djallit, të cilit ai ka zënë robër të vullnetit të tij. And so not only does our adversary devour people, but he takes people captive. He puts them in a snare. Jo përveç se i glabëron armiku ynë, por gjithashtu edhe i merr dhe i peng. And not only does he do that, but John 10 tells us very clearly that the thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. Jo vetëm kaq, por Gjoni 10 thuhet që vjedhsi vjen për të vjedhur, vrarë dhe shkatëruar. And listen, most Christians today, at least in America, let me speak for America, most Christians today live in complete ignorance or even denial of the reality of the spiritual war that's happening. Po flas të paktën për Amerikën, shumica e njerëzve të krishterë që janë atje jetojnë në një ignorancë komplete ose në një ignorancë në lidhje me realitetin frymëror që është duke ndodhur. They're just absolutely clueless. Ata nuk kanë asnjë lloj ideje. And people are taken captive, Njerëz po rrëmbehen, and there's an adversary at work, kemi një kundërshtar, and they're absolutely disengaged in the mission. edhe ata nuk po bëjnë shërbimin ose urdhërimin që Perëndia u ka dhënë. But they still go to church every Sunday, Por ama ata vinë çdo të diel në kish, and that's about it. edhe kaq. You need to pray for America Lutuni për and Amerikën, pray for our churches lutuni për kishat tona. because we need Christians that are ready for battle.
sepse ne duhet të kemi nevojë për të krishterë që janë gati për luftë. And the reason we need Christians ready for battle is because there are people that need to be rescued. Dhe arsyeja sepse ne kemi nevojë për të krishterë që janë gati për luftë është sepse ne kemi njerëz që duhet që të shpëtohen. And God will use his church and God will use the members of this church to make a difference. Dhe Zoti do të përdor këtë kishë dhe do të përdor anëtarë të kësaj kishe për të bërë një ndryshim. But you have to see the world the way God sees it. Po duhet të shikoni botën në mënyrën se si Perëndia e sheh atë. God has a heart to rescue those in Sepse captivity. sepse Perëndia dëshiron që të shpëtojë ata persona që janë marrë Now, penë. the second reason we need to get ready for war Arsyeja e dytë sepse ne duhet që të jemi gati për luftë is because there's a call for help. është sepse ka një thirrje për ndihmë. In verses 13 and 14, Te vargu 13 dhe 14 the Bible tells us that one of these captives actually escaped and came back to Abram. thuhet që një ndër këta persona që ishin rrëmbyer shpëton edhe shkon përsëri mbrapsht tek Abrami. And it tells us that Abram dwelt in a certain place and among certain people. Edhe thuhet që Abrami banonte diku në mes të një populli. He's in the plain of Mamre. Ai ishte në Memron, There's a brother of this man named Mamre named Eshcol, vllai i tij është Eshkoli, and he also has another brother named Aner. dhe këta gjithashtu kanë një vlla tjetër që quhet Aneri. And we're going to talk about those guys a little bit later in our study. Dhe do të flasim në lidhje me këta njerëz më pak më vonë në studimin tonë. But you need to know that these guys are actually they're confederate. They're on the same team as Abram. Po këta njerëz janë në të njëjtën skuadër, në të njëjtën anë me Abramin. And so when Abram hears that there are people that are taken captive and his brother or his nephew Lot, he springs into action. Kur Abrami dëgjon që ka njerëz që janë rrëmbyer dhe ndër këta njerëz është gjithashtu dhe nipi i tij Lot, ai direkt vepron. It was a call for help and Abram responded rightly. Ishte një thirrje për ndihmë dhe Abrami përgjigjet në mënyrën e drejtë. And here's the point. A call for help actually appeals to our compassion. Dhe pika është që një thirrje për ndihmë josh ne që të vazhdojmë të kemi dëmshuri. How many of you have ever needed help with something? Maybe you were driving down the road and your tire blew out on your car. If that's ever happened, you need help. You need someone to stop and help. Sa herë keni dashur që të keni nevojë për ndihmë, le të themi që keni qenë në rrugë edhe një ndër gomat e makinës suaj është shpuar edhe ju keni nevojë për ndihmë dhe keni thirrur ndihmë. And the worst thing is to need help and not get the help that you need. Edhe akoma më e keqja është nëse ju keni nevojë për ndihmë dhe nuk po e merrni këtë ndihmë. And maybe you've been on the other side of that, Dhe mbasi keni qenë nga ana tjetër e where kësaj you've seen gjëje, someone that actually needed help. ku keni parë dikë që ka nevojë për ndihmë, And there's probably something inside of you that was like, you probably should help that person. edhe kishte diçka brenda jush që thoshte që ti duhet të shkosh ta ndihmosh këtë But maybe person. you made a decision, I'm just not going to help. Dhe ti bëre vendimin që thjesht nuk do ta I'm too ndihmoj. busy. I'm Jam too busy. shumë i zënë, I have somewhere to be. duhet të shkoj diku, I can't even fix a tire. as nuk mund ta rregulloj një gomë makine. I don't even want to get involved. Nuk dua të përfshihem. Listen, a call for help, it appeals to our compassion. Një thirrje për ndihmë i bën thirrje dëmshurisë son. And listen, when we show compassion, we actually mirror Christ-likeness. Kur ne shohim dëmshuri, ne po bëjmë të njëjtën gjë që Perëndia bën. You see, over and over, Christ exercised compassion to those in need. Gjatë gjithë kohës Perëndia ka dëmshuri për njerëzit që kanë nevojë. In Matthew chapter 9 and verse 36, the Bible says, when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Tek Mateu 9, vargu 36, thuhet kur Jezusi pa turmat, ai u mallëngjye me dëmshuri për ta. You see, what he saw affected his heart. Ajo çfarë ai pa, kishte efekt në zemrën e tij. He saw that these people were fainting and that they were scattered. Ai pa që këta njerëz po i binin të fikët edhe ishin të shpërndar. Christ saw the multitude as sheep having no shepherd. Ai Perëndia pa edhe turma që si dele pa barin. And he understood there's a need. Dhe ai kuptoi që kishte një nevojë. They need help. Ata kishin nevojë për ndihmë. And the Bible says he was moved with compassion on them. Dhe thuhet që ai u mallëngjye me dëmshuri për ta. Another story in Mark chapter 9. Një histori tjetër te Marku 9. It talks about a young boy who had an evil spirit or a demon. Thuhet në lidhje me historinë e një djali që kishte një frym të keqe. And the father of this child, man, he comes to Jesus asking for compassion, asking for help. Dhe babai i këtij djali shkon tek Jezusi duke kërkuar për dëmshuri. And in verse 22, it says that this boy's condition actually threw him into the fire and into the water, seeking to destroy him. Dhe tek vargu 22 thuhet që gjendja e këtij djali bëi që ai të shkidhej në zjarr ose në ujë. And a father is just begging Christ, please help us any way that you can.
Dhe një baba po I lutet Krishtit që të lutem më ndihmo në çdo mënyrë që ti mundesh. He's begging Christ, just have compassion on us. Po I lutet Krishtit që të ketë dëmshuri për të. And the Lord did a great miracle. Dhe Perëndia bëri një mrekulli të madhe. It says he rebuked the foul spirit Thuhet që ai qorton frymën and he cast him out of that young boy. edhe e heq nga ai djalë I ri. You see, I'm thankful that we serve a Savior that has compassion. Jam I lumtur që ne I shërbejmë një Perëndie që ka dëmshurinë, Because there was a point in time where I needed his compassion. sepse kishte një pikë në jetën time ku unë kisha nevojë për dëmshurinë e tij. Man, I needed help in my life because I was a sinner. Kisha nevojë në jetën time sepse isha një mëkatar. And I knew I couldn't save myself from my sin. Edhe dija që nuk mund ta shpëtoja dot veten time nga mëkati im. And I cried out to Christ to help me and to save me. Edhe I thirra Perëndis që të më shpëtonte mua nga mëkati. And I truly believe that he moved with compassion and he responded to my request. Edhe besoj plotësisht se ai lëvizi por me dëmshuri dhe përmbushi kërkesën And I put my time. faith and trust in him and he saved my soul. Dhe unë e vendosa besimin e tim tek ai dhe ai shpëtoi shpirtin tim. We even see the Apostle Paul exercising compassion. Ne madje shohim edhe Palin, apostullin Pal që ka dëmshuri. In Acts chapter 16, when Paul has this vision of the Macedonian call, Tek vepra 16, kur Pali ka këtë vizion në lidhje me një person nga Maqedonia që po e kërkon. the Bible says in verse 9 that Paul saw in this vision a man that stood up and asked him or prayed to him, "Come over into Macedonia and help us." Dhe thuhet tek vargu 9 që Pali sheh një burr që qëndron dhe I lutet atij duke I thënë kalon nga Maqedonia dhe na ndihmo. And the Bible says that immediately after Paul had seen the vision, he endeavored to go into Macedonia. Dhe thuhet që menjëherë Pali pasi pa këtë vizion u përpoq që të shkonte në Maqedoni. Pretty sure you guys are familiar with the area, right? Besoj se jeni të njohur me zonën e Maqedonisë. The reason he came was because of a call for help. Arsyeja sepse ai erdhi ishte për shkak të një And the thirrje reason për ti. The reason he came was because he had compassion. Arsyeja sepse ai erdhi ishte sepse kishte gjithashtu dëmshuri. And the Bible says in Jude in verse 22 that some have compassion. Dhe tek Juda 1:22 thuhet që disa kini dëmshuri And that makes a difference. duke bërë dallim. You see, if you've ever been in need of help and someone helped you, it made a difference. Nëse ju keni qenë në nevojë dhe dikush ju ka dhënë atë nevojë kur ju e keni dashur, atëherë kjo ka bërë ndryshimin. And listen, there's a cry for help from the lost. Ka një thirrje për nevojë nga njerëzit e There's a pashpëtuar. cry for help for those that have been taken captive. Ka gjithashtu një thirrje për ndihmë për ata që janë marrë robër. And that should move us to action. Dhe kjo duhet na lëviz ne që të veprojmë. It actually should move believers in Christ to go seek and save those that are lost through the gospel of Jesus Christ. Duhet të lëviz njerëzit që janë të shpëtuar në mënyrë që të ndajnë ato çfarë Perëndia bëri për njerëzit e tjerë. So the reason we go to battle is because there's captives that need to be rescued. Arsye sepse ne shkojmë në betejë është sepse ka njerëz që janë në pranga që duhet çliruar. And the reason we go to war is because there's a call to actually help. Dhe arsye sepse ne shkojmë në luftë është sepse ka një thirrje që ne duhet të ndihmojmë. And the last point is the reason we actually go to war is because God commands it. Dhe pika e fundit është sepse ne shkojmë në luftë sepse Perëndia e urdhëron atë. And so tomorrow we're going to spend a lot of time in verse 14. Nesër ne do të kalojmë shumë kohë tek vargu 14. But I want you to look at what Abram does when he hears that call for help. Por dua që të shikojmë se çfarë bën Abrami kur dëgjon atë thirrje për ndihmë. The Bible says that when he heard his brother was taken captive, Bibla thot se kur ai dëgjoi që vllai i tij ishte marrë rob, he took the servants that had been born in his house and he armed them. thuhet që ai mori shërbëtorët që ishin lindur në shtëpinë e tij dhe I armatosi ata. In other words, he prepared them for battle. Në fjalë të tjera ai përgatiti ata për betejë. And God even tells us exactly how many of those servants there were. Madje Bibla gjithashtu na thot edhe se sa shërbëtorë ishin. 318. 318. And then he immediately begins to pursue the enemy army. Dhe pastaj menjëherë ai vazhdon që të ndjek ushtrinë armike. And eventually he overtakes them. Dhe në fund fare ai I arrin ata. And we've already read the verse that he recovers everyone that was taken captive. Dhe pastaj ne lexuam edhe vargun që ai merr të gjithë ata që ishin robër. So in this story, Abram is a type or a picture of God the Father. Kështu që në këtë histori Abrami është një pikturë e Perëndisë Atë.
And he's going to arm and send those that are in his own house into the battle. Dhe ai do të armatos dhe do të dërgojë ata persona që janë në shtëpinë e tij, do t'i çojë në betejë. And we need to understand that this battle for the souls of men is not just to have men saved. That's not the focal point of the mission. Dhe duam të kuptojmë që kjo luftë që ne kemi nuk është që thjesht të marrë njerëz dhe të shpëtohen ata. And the focal point of the mission is not so that we can have a church full of people, Dhe në pika kryesore nuk është as që ne të kemi një kishë plot me njerëz, but the focal point of the mission is for the glory of God. por pika kryesore e misionit është për lavdinë e Perëndisë. Of course, we are battling for the souls of men. Po, ne po kemi një betejë për shpirtat e njerëzve. And of course, we're battling for the word of God. Ne gjithashtu kemi betejë në lidhje me fjalën e Perëndisë. But all of this is done for the glory of God's sake. Por e gjitha kjo bëhet për lavdinë e Perëndisë. I'll take you back to 1 Corinthians 9 and verse 7. Do shkojmë prapë tek e parë Korintasve 9 vargu 7. The Bible says, "Who goes to war at any time of his own charge?" Biblia thot kush shkon ndonjëherë në luftë me shpenzimet e veta. No soldier just decides to go to war on his own. Asnjë ushtar nuk thjesht vendos që të shkojë në luftë. There's a structure of authority. Ka një strukturë autoriteti There's a structure of rank. dhe ka një strukturë me ranqe. In America, Në Amerikë, our military has certain ranks within it. ushtria jon ka disa rang në brenda saj, Private, sergeant, captain, ushtar, e tjerë, all the way up to the general. deri te gjenerali. And then there are generals that have what we call 4 stars. Dhe madje ka gjeneral që kanë 4 yje. And these are very high generals in our military. Dhe janë gjeneral shumë të lartë në ushtrinë tonë. But above all of those men and all of those ranks, there's one person who's Or- called the commander-in-chief. I'm sorry, I gave you way too much. I'm sorry. It's okay. Por mbi gjithë këto rangje dhe mbi të gjithë këta ushtarë dhe ushtri ka një person që është mbi të gjitha, The commander-in-chief, që është the chief commander. Chief commander. komandanti. Yeah, chief commander. And it would be the president of the United States. Ky do të ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara. Now, whatever, this is not a political statement, whatever your opinion of America or our president is, Nuk është politike, mund të mbani opinionin që keni për Amerikën ose presidentin ton, I'm just trying to explain the structure of the way our country's military works. po thjesht po shpjegoj se si funksionon ana jonë ushtarake. It's all built on rank and authority and structure. Është e gjitha e ndërtuar në autoritet dhe strukturë. And there is a commander-in-chief that makes the decisions. Dhe ka edhe një komandant që bën drejtimet. And listen, God is our commander-in-chief. Dhe Perëndia është komandanti ynë. As a matter of fact, in 2 Timothy chapter 2 and verse 4, it actually tells us that God chooses us to be a soldier. E 2 Timoteu 2:4 thuhet që Perëndia na zgjedh ne që të jemi ushtar. You see, it's the Lord that actually chooses us to be engaged in this battle. Edhe është Zoti që na zgjedh ne që të jemi në betejë. It's His choice. Është zgjedhja e Tij. And so to engage in this mission and engage in this rescue of hostages pleases the Lord. Që ne të jemi pjesë e këtij shpëtimi dhe të shpëtojmë këta njerëz e kënaq Perëndin. And because of that, listen, we need to be good soldiers. Dhe për shkak se ne duhet bëjmë këtë gjë, ne duhet jemi ushtar të mirë. Paul tells Timothy in 2 Timothy 2 to endure hardness as a good soldier. E tek e 2 Timoteut Pali i thot Timoteut që të jetë të luftoj. And we need to go to war with a good warfare. Dhe ne duhet të shkojmë në luftë me një që të luftojmë luftën e mirë. That's what Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 1 and verse 18. Kjo është çfarë i thot Pali Timoteut te ke parë Timoteut 1:18, That God's desire is that we war a good warfare që dëshira e Perëndisë është që të luftojmë një luftën e mirë, and that we would be successful in the mission. që ne të jemi të suksesshëm në misionin e tij. And so tonight I have just a few questions for you. Dhe sot kam disa pyetje për ju. And the first question is this. Dhe pyetja e parë që kam është kjo: Are you a captive A jeni ju një person që është rob, or are you committed to rescuing others? ose a jeni ju të aftë që të shpëtoni të tjerët? Because in the room tonight, you are either still in the captivity of your sin Sepse sot në dhomë ose jeni robër të mëkatit, or you've been called to go get others that are captive. ose jeni të thirrur që të shpëtoni ata që janë në robëri. And if you need to be saved tonight, let me plead with you. Christ is willing to save you if you're willing to come to him.
Dhe nëse nuk jeni të shpëtuar sot, ju lutem ju, sepse Perëndia ju lutet ju që të shpëtoheni. Some of you may be saved tonight, Disa nga ju mund të jenë të shpëtuar sot, but like Lot, you've been delivered, por si Loti ju jeni shpenguar and yet you've gone back to the world. dhe pastaj keni shkuar prapë në botë. And God wants you out of the world Dhe Perëndia ju do ju jashtë botës, so that you can be put in the battle. që ju mund të vendoseni në luftë. If I could just say about Lot tonight, Nëse mund të them diçka për Lotin sot, you know, Lot never rescued anyone. Loti nuk shpëtoi asnjëherë askënd. Lot was always at the center of controversy in the Bible. Por ama ishte gjithmonë në qendrën e luftrave. He was always being rescued by someone else. Ai gjithmonë po shpëtohej nga dikush tjetër. He was always in the middle of conflict Ai ishte gjithmonë në mes të konflikteve, instead of being capable to rescue others. në vend që të ishte i aftë të shpëtonte të tjerët. And I'm not sure how it is in Albania, Dhe nuk e di se si është në Shqipëri, but Lot is like a lot of Christians in America, por Loti është si shumë të krishterë në Amerikë, living for his flesh duke jetuar për mishin e tyre, instead of living for the mission. në vend që të jetonin për misionin. God wants to use us in the mission. Zoti do të na përdorë në mision. There's a problem. Ka një problem. There's people that are taken captive, Ka njerëz që janë marrë peng and God has called us to go help them recover. dhe Zoti na ka thirrur ne që t'i marrim ata mbrapsht. Let's pray. Le të lutemi. Father, thank you for the word. I pray that, Lord, you would use it. Thank you for the opportunity. Lord, help us to be on mission. Thank you for the privilege. Lord, I pray that through your Holy Spirit, through your word, God, that you just address what we need to hear tonight. And I pray we'd respond rightly. We love you. We ask in Christ's name. Amen. Amen. Okay, thank you. Nuk do të mbaj shumë se është vonë, por vetëm jam lutur, edhe besoj se dhe jeni ju lutur, po dua ta mbledh pak të me 3 fjali do të kemi këngën e fundit tani. Nga gjithë kjo që Zoti po na mëson, në qoftë se mund të përmbledhim atë problem, ka një problem të madh. Problemi janë 3 kategori njerëzish që janë kapur dhe janë zërë robë. Dhe janë njerëzit mëkatar, që është Loti, që është baza e gjithë nivellit, çdo njeri mëkatar është. Po atë ne i quajmë disa nivel të lehtë. Të gjithë janë në një vit, kanë rënë nga mëkat. Niveli 2 është feja që ka kapur robë. Dhe janë gratë që kishin ikur. Dhe niveli 3 janë sodomitët, njerëzit mëkatar të rëndë. Të gjithë janë në robërinë e djallit. Edhe ky është problemi. Bibla do na tregoj më poshtë, dhe ne do të shohim takimin e dytë, që ka një përgatitje nga Perëndia atë, sepse Abrahami është vetë përfaqëson Perëndinë që i përgatit njerëzit e shtëpisë së tij për të bërë një punë të madhe. Dhe puna e madhe për të bërë shtëpinë është që t'i marrë ata njerëz që janë zërë robë edhe t'i sjellë. Edhe pastaj ka një strategji takimin e tretë. Kështu që dua të mbledh këto edhe të kuptojmë që problemi midis tërë gjërave që folëm është jashtëzakonisht e madh. Ne e dim tani, por imagjinoni pikturën e bukur në Bibël. Pastaj pas problemit ne kemi një përgatitje, do të shohim mësimin e dytë. Dhe në fund të përgatitjes ne kemi diçka pastaj, një strategji. Tani, a mund të hapni pak me mua me shumë durim Psalmin 126 bashkë? Psalmi 126, ju lutem vetëm të hapni pak me mua. Psalmi 126, vargu 5 dhe 6, janë 2 vargje të njohura. Ata që mbjellin me lot do të korrin me këngë gëzimi. Vërtet ecën duke qarë, ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij. A dini cili është konteksti i këtyre vargjeve? Konteksti i këtyre vargjeve fillon në vargun e parë. Dhe Psalmi 126 vargu i parë thotë, kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen në uduksia ëndër. Wow! A mund të imagjinoni që Perëndia të sjellë njerëz nga kjo botë e humbur, edhe do t'i përdor ju, do më përdor mua, sepse Zoti është ai që do të shpëtojë njerëzit. Edhe shiko vargun 2 pasaj. Vargu 2 thotë, atëherë goja jon
Wow, ne do të jemi çfarë bekimi plot lavdërim, e do të shohim njerëz që do të vinë sepse Perëndia do të bëjë punën. Ne do të besojmë planin të Zotit bazuar në fjalën e Tij. Edhe Bibla thot, shikoni si thot. Atëherë goja jonë u mbush me qeshje, edhe e thot gjuha jonë me këngëzimi. Atëherë thuaj me dy skombeve, Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Edhe konteksti është për hebrejnë, por zbatohen nga ana frymërore për ne. Pastaj thot vargu 3, Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne. Ne jemi të mbushur me gëzim. A e dini çfarë ndodhi kur ju shpëtuat? Ju gëzuat, por nuk u gëzuat vetëm ju, u gëzuan dhe ata që ndanë ungjillin me ju. E dini çfarë ndodhi kur dikush nga afër juve ju shpëtua? E keni kërcyer nga gëzimi, sepse u shpëtua nga flakët e ferrit edhe erdhën për trinë e Perëndisë. Po kur Zoti e bëri atë, por ai ju përdori ju. Edhe Bibla thot, vazhdoni se ka e më bukur pastaj. Vargu 5, bëj të rikthehe robrit tanë o Zot, ashtu si prej në lut në jug. Dhe ky mësim është për të, kjo konferencë është për robrit që të kthehen. E ne folëm për problemin. E do të mësojmë si Perëndia punon pastaj me njerëzit e tij, me ne e nesër. Pastaj do të shohim si Perëndia na jep një strategji. Dhe ta dini, strategjia e Perëndisë gjithmonë fiton. Gjithmonë. Edhe ne jemi vërtet nga zgjuar në këtë.